Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu salati wa tamu taslima lil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu për gjitha mirësitë e tij, salavatet mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit e me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Po vazhdojmë të shoqërohemi me kodin e mirësjelljes, qasjes. Atë që kemi thënë se më shumti mizanin peshorën ditën e Kiametit, çike çështje e mush, ahlak i mirë, sjellja mirë, qasja mirë, më shumti, çështu ka thënë pejgamberi alayhis salam, na ka përgëzuar se në ditën e Kiametit më shumti kanari, peshorja ranohet me sjelljen e mirë. Për atë arsye, vëllezër të ndershëm, e keni vërejtë edhe vetë. Ka njerëz që vinë falen, pra vinë xhami, besa mund me qenë edhe haxhi, edhe të dishëm, po ku sjellja nuk e ka mirë, nuk i kënaqur me ta. Edhe ka njeri që ai ende s'ka mujt me hinë xhami, që ka bo Zoti nasib, ama sjelljen e tij akila këmi. Që ati që s'ka hinë xhami, i mungami që me hinë xhami, i thonë qysh të qyshje, hinë xhami. E i bie që të ndershëm vëllezër, sjellja e mirë, ahlaki i mirë, lën gjurmë të njeri. Për atë arsye njerëz e duan, e afrojnë njerin me fjalë të mira, me sjellje të mirë. Prandaj konsideroj se qitë çështje duhet me pas shumë hatër, shumë me pas në konsiderat sjelljen e mirë, me prind, me familjar, me miq, me dashamir, me kojshi, çdo kun. Kjo lën gjurmë vëllezër, njerëzit në tëna kohnat, këto në hyrje për bëj para se t'i qasë në temës, në tëna kohnat njerëz nuk kanë hjek shumë për me hangër, për ushqim. Ai ka mujt me qenë momentale në rast krize. Njerëz të vujnë për një fjalë të mirë. Njerëz të vujnë, hjekin për një sjellje të mirë. E ne që vim në xhami, ne do të jemi të partë që të reflektojmë, edhe në raport me njëri tjetrin, po dhe në raport me ata tjerët. Siç e kam thënë shumë herë, ja kam thënë shumë herë, ju që vini në xhami, po flas në cilësi të xhamatit. Shokët e ju që nuk vinë në xhami, kanë e marrin yrnek ata, kanë e këshyrin, mu si hoxha? Jo. Se mu dhe së më njohin, ty. Ty që ti mundesh me kanë një shok i ty në punëtor, menaxher, ata ty të marrin model. Për atë arsye është shumë e rëndësishme sjellja e mirë. Kjo është tema që na jemi të i trajtu, në ligjëratën e kaluar, në javën e kaluar, në fakt, kemi fillu me e trajtu një temë më të veçantë, me fol për rujtjen e emanetit besës. Kemi bën një hyrje të mirë në javën e kaluar, do të vazhdojmë edhe sot me këtë temë, sepse nuk mujta me përmbyll në javën e kaluar. Ata që kanë qenë në javën e kaluar, sigurisht ju kujtohet një thanje, një hadith thanje profetike, që na ka rrëfy pejgamberi alayhis salam për një dy burra të mëdhaj herët që kanë bën, do thotë e kanë pas një shitblerje, po kanë lënë gjurmë shitblerje atyre te në Kiamet, ka mu përmend rasti tyne. Sidoqoftë, çështja e rujtjes së emanetit e besës ka qenë edhe mbetet çështje me vlerë. Për atë arsye, çështjet me vlerë i ka lansu Islami, i ka bë pjesë të shpalljes, ka zbrit citate, por më na tregu se për me plotësu tash po shkoj konkretisht, rujtja e besës o vëllezër e emanetit është kulmi i burnisë. Burnia nuk matet vetëm me aspektin shpirtëror, sepse namazi është mes neve dhe mes Allahut. Agjërimi është mes neve dhe mes Allahut. Haxhillaku që ashtu kështu me radhë. Edhe pse emaneti, besa është pjesë e imanit. Besimi, imani mirë e reflekton rujtjen e emanetit, besës. Por
Edhe në rrafshin njerëzor, emaneti, besa, ka qenë në shoqërinë tonë dhe mbetet një prej, po them, maksimave, formulave që e ka identifiku shoqërinë dhe popullin tonë. Na du të arrujmë vëllezër këta. Na nuk kemi kur gjë nevojë me punu, veç kemi nevojë me ru, se për qitë punë kanë punu pararësit tonë. Babgjysha, katragjysha, pesgjysha, ata kanë punu për besën. Ata ne kanë pru të gatshëm. Na veç kemi nevojë me çmu edhe me ru. Sikur po them kushtimisht një trashëgimi që ta kalon baba, babgjyshi, ta kalon, ato ki nevojë me çmu edhe me ru. Qështu është unë mendoj emaneti ose besa që e kam cek një javën e kalune, popujt për rreth neve, na kanë njoh neve, na kanë identifiku me qitë formulë. Kur ta jep shqiptari besën, mos u tët. Edhe qështu vëllezër ka qenë. Me prej në besë njerin ka qenë tradhti, edhe është fetare, po është edhe kombëtare. Kur se kena pas në këto? Kur e kena shti dikon në konak, armik në koftkon, e ke shti në konak, u kry. Qështu ka qenë. Edhe qështu du të me metë kjo punë. Pse? Sigurimi i personave dhe kjo punë ka mbështetje shumë të fuqishme fetare. Kështu nuk kisha plan me cek që ta, po ja që tani mu kujtu. Kur ka dalë pejgamberi alayhis salam prej Mekës, ka shku në Taif. Kur ka shku në Taif nuk është prit mirë. Edhe është mërzit pejgamberi alayhis salam. Në anën tjetër banorët e Mekës kanë fillu me formulu një lloj pengese që mos me lanë më me hi. E i ka, do thotë është dash dikush me marrë në besë. Edhe ka pas prej paganëve me kasë që e kanë marrë në besë pejgamberi. Ani pse u konë pagan, mushrik u konë, e ka marrë në besë, e ka strehu pejgamberi. Që kjo punë shumë i ka hinë punë pastaj disa gjeneratave kur ka ndodhur lufta e Bedrit. Që pejgamberi sa përhatër që baba i tij edhe babgjyshim kanë strehu, e ka amnistu këta, e ka falë. Pra këto e ceka vetë si rast që qështu ka qenë në shoqërinë. Ndodhë në popullin tonë, të paktën unë sa njëherë kum lexu edhe sigurisht edhe ju, mund me ka në rast shumë përjashtues me prej në besë dikon. Me prej në besë i bjen me tradhtu. Kjo nuk ka qenë sepse pra ka qenë pjesë e dinit tonë. Andaj të ndershëm vëllezër, pra rujtja e besës e emanetit tregon cilësinë e besimit. Unë kam qenë duke komentu citatin koranor për fjalët e fundit të javës kalune, kemi folë që Kurani rrëfen se rujtja e emanetit është përgjithësi dhe vlerë. Dhe kam fillu me komentu një citat në suratul Ahzab, në kaptinën e fraksioneve, në citatën 72, ku Allahu xhelle xhelalu thot: "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Allahu i madhërisht thot kështu: ne ja kemi prezantu me marr besën, me bart besën, emanetin qiejve, tokës, bjeshkëve. E kanë refuzu dhe janë frigu prej saj, prej emanetit. Wa hamalaha al-insan, e ka marrë përsipër me bart njeriu. Innehu kana zaluman jahula. Në fund citatit Allahu i përmend dy atribute tona, thot njeriu është i padrejt dhe është i padrejt edhe ignorant. Pra i bie të ndershëm vëllezër, në fundin e citatit kuranor, Allahu xhelle xhelaluhu numëron dy veti të njeriut që si rezultati këtyre ka ardhur dhe shpallja. Unë du të jap një koment këtij citati kuranor, ku Allahu xhelle xhelaluhu po flet, ne ja kemi prezantu besën qiejve, tokës, bjeshkëve. Për çfarë besë po flitet, për çfarë emaneti po flitet? Komentatorët e Kuranit i kanë dhënë dy komente. Komenti i parë është emaneti i përgjithshëm që përfshin çdo segment të shpalljes. Është emanet. Feja është emanet, Kurani është emanet, ligjet që Zoti ka pru është emanet, besë me i ru. Kjo është kuptimi i përgjithshëm.
Dhe kuptimi veçantë i citatit është se Allah po ne ja kemi prezantu emanetin besën, këtyre krijesa kanë refuzu me marë përsipër, e ka marë njeriu. I bie se ka të bëj me rujtjen e përgjegjësive në mënyrë konkrete që folën në fillim të ligjëratës. Rujtjen pra të besës, kur ta marrësh në emanet një diçka, po themi qoftë material, qoftë moral, qoftë fjalë, me rujt. Ja ke dhënë besën, aja mes teje dhe personit. Jo sikur që ndodh shpeshherë, po të tregoj diçka në besë, edhe tani zbat 24 orëve se mirët vesh lajmi që ti ja ke dhënë dikujt në besë. Kjo i bie me të përrej në besë. Pra, dietarët islam kanë thënë që kjo çështje i ka dy komente. Nuk është të funksionu, sigurisht që ka problem diçka, po na po ligjerojmë. Pastaj të ndershëm vëllezër, te çështja tjetër, qysh e ka pranu njeriu emanetin? Qysh e ka pranu pra këtë emanet? Qofti përgjithshëm si shpallje, qofti veçantë si besë. Thonë dietarët e sa këto e ka pranu përmes mendjes, sepse e vetmja krijesë që ka logjikën e zhvilluar është njeriu. Instinkt. Edhe mend ka, po jo të zhvilluar, edhe kafshët, edhe shtazët, edhe shpenzët. Po logjikën e zhvilluar e ka veç njeriu. Pra në radhë parë, për atë arsye na kemi edhe për njerëzve që është jashtë kësaj, është përjashtuar që janë të çmendurit. Pra, dietarët thonë, këtë besë e ka marrë njeriu në radhë parë përmes logjikës së çnosh, e pastaj përmes profetëve, përmes shpalljes, sepse shpallja ka pas prej objektivave me përcjell emanetin tek njerëz, ose njerëzve mua përcjell këtë emanet. Si e kuptojmë fjalën e Zotit, ose nështë dikush kishte me bë pyetje me thonë, Allahu po thot në Kur'an, na ja kena prezantu, ja kena paraqit emanetin, besën, qiejve, tokës edhe maleve. Qysh, kurse ato nuk logjikojnë? Qysh kuptohet që kjo? Pra të ndershëm vëllezër, kështu kanë thonë dietarët. Në raport me neve si njerëz, na nuk i kuptojmë krijesa tjera se si qarkullojnë. Në raport me Zotin, logjikojnë, sepse ato janë krijesa të Zotit. Këta justifikojnë për shembull me një shembull tjetër, ku hadithi është i saktë, thonja profetike është shumë e saktë, ku thot pejgamberi alayhis salam. Krijesa e parë që Zoti e ka kriju është lapsi. Edhe i ka thonë lapsit shkruaj me fjalë. Lapsi ka thonë o Zot, çka me shkru? Me fjalë ju ka përgjigj, me zon. I ka thonë Allahu shkruaj ajo që do të ndodhë deri në kiamet. E po tash, çysh është ky komunikimi mes Zotit edhe lapsit? Këta logjika jo nuk mundet me kuptu. Kjo nuk është mes neve edhe Zotit. Ndërsa, këto krijesa shumë mirë kuptojnë urdhnin e Zotit. Për atë arsye, kështu në Kur'an gjeni shumë që Zoti ka dhënë urdhën qiejve, kësaj krijese, nuk po flasmi për çështje abstrakte, çështje konkrete, se çysh jemi na krijesë e Zotit është edhe qiejt, është edhe toka. Pra flet. Për atë arsye, Allahu xhele xhelalu pra e ka specifikuar këtë çështje. Pastaj të ndershëm vëllezër, çështja e bartjes në fund citatit, Allahu po thot emanetin ose besën e ka marrë përsipër njeriu. Për cilin njeri po flitet këto? Dietarët islam thonë, këtu në përgjithësi flitet për njeriu në mënyrë të përgjithshme. Mirë, po ajo që Allahu po thot për njeriu, innehu kana zaluman jahula, njeriu është i padrejtë edhe ignorant. Thonë fjala është për jo besimtarët. Se besimtari s'mund me kon zullumçar, i padrejtë edhe ignorant, se derisa e ka pranu shpalljen, e ka thonë shahadetin, i nënshtrohet Allahut, ai është i dijshëm. Edhe s'mund me kon i padrejtë në tërësi, mund me kon i padrejtë në një segment. Pra, edhe na bojmë padrejtësia, ne pse falmi, agjerojmë, por nuk është padrejtësia jon kulmi. Muj me kon të padrejtë në një segment, ndërsa ai që se njeh Allahun është i padrejtë edhe është ignorant, sepse se njeh krijuesin që e ka kriju.
Prandaj dietarët islam thonë, çdo kush që e njeh Zotin e tij është i dijshëm, sepse mjafton në momentin që e njeh Zotin e tij, ai veç është pajis me dije. Që kjo është të ndershëm vëllezër, ky citat thamë edhe një segment, është një fakt, një dëshmi e fortë që njeriu ka nevojë për shpallje. Njeriu ka nevojë për shpallje, mu orientu drejt edhe mi largu nga vetvetja e tij dukuritë negative sikur që është padrejtësia. Prezenca e padrejtësisë shkatërron shumë vlera që i ka njeriu. Pra, në këtë rast na jemi të fol për emanetin, për besën. Besa, emaneti, edhe paditoria, edhe zullumi nuk hesin bashkë. Në momentin që është prezente emaneti, i bie që aty ka edhe besim, aty ka edhe ditori, aty ka edhe drejtësi. Në momentin që s'ka njohje të Zotit, s'ka besim, këto janë prezente. E mos u çudit tani njeriu me bë diçka që edhe pse është i shkollum, mund të ndodhin të ai këto lëshime. Sikur që na i shohmi dhe i prekmi dhe i dëgjojmë këtë kohë. Alamet burri, alamet personi me titull, keq përdori. Me gjuhën, unë po flas me gjuhën e butë të kohës, korruptoi, i shmangi do, i keq përdori do, pare do, poste do, alamet titulli, alamet shkolle, alamet moshe, qysh ndodhin qëtu? Pra, mos prezenca e besimit, i shkakton këto çështje. Prandaj të ndershëm vëllezër, pra kemi nevojë vazhdimisht për shpallje. Të ndershëm vëllezër, Allahu në Kur'an i ka lavdëruar ata që e ruajnë emanetin, e ruajnë besën. I ka lavdëruar. Prandaj edhe shumë të janë argumentet mesin e tyre thot Allahu xhelel xhelal në suratul Mu'minun kapitullin e besimtarëve në citatin 8. Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Prej robëve të mirë të Allahut, ose thonë me mirë kjo kapitull fillon kështu. Qad aflahal mu'minun, hyrja e kësaj kapitini është veç kanë shpëtu besimtarët. Pastaj Allahu i numëron radhazi kush janë ata që kanë shpëtu. Në mesin atyre që kanë shpëtu, pra fjala, kanë shpëtu nga të këqijat, nga të ligat e kësaj bote, dhe do të shpëtojnë botën tjetër, walladhina hum li amanatihim, ata që e ruajnë, pra janë besnik ndaj emanetit, besës dhe ndaj premtimeve. Prej atyne që jenë të shpëtuar nga të ligat e kësaj bote dhe do të shpëtojnë ditën e gjykimit, janë edhe ata që jenë besnik ndaj emanetit, ndaj besës dhe ndaj premtimeve. Enes ibn Maliku, një hyzmeqar, një shërbëtor permanent, qysh si djalë i ri, thot i kum bë hizmet, i kum shërby pejgamberit alayhis 9 ose 10 vite, thot që do hutbe e ka përmend shit fjalë. La imana liman la emanete leh. Nuk ka iman ai që s'ka bes. Që tha më në men, së është e shkurt edhe na vin të njëtën. Nuk ka besim. Nuk ka iman ai që s'ka bes. Vëllezër, unë kur e kum lexuar dhe kur e kum kuptuar këtë hadith, këtë fjalë pejgamberit alayhis salam, ka marrë në përfundim që vërtet prind tonë dhe t'jujt, pararësit tonë, i kanë kuptu fjalët e Zotit shumë drejt dhe sinqert. E dini që, po flasmi, do vjetë më herët. Ka, pra po themi, ka, alhamdulillah, po nuk jemi aty ku kemi qenë. Mirë po, ka mujtë fëmiju, nëse ka bo në i gaf, në i gabim, ja ka falë baba. Me bu me prek në besë, s'ja ka falë. Baba s'ja ka falë, le më të tjertë. Në momentin që dikush e ka tradhtu besën, shoqërien tonë, ma ai person është leqit. More në të bëhet që ka të bëhet. Do më thonë fjale, pavarësisht që ka bëhet nesër si person me autoritet, e ka thy besën, qito kanë bazë pra. E nesi po thët, në gjdo hutbe ne ka përsërit qita pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dini se s'ka iman, ai që s'ka besë, ai që s'ka emanet, ai që s'erun emanetin, ai që s'erun besën. Prandaj të ndershëm vëllezër, edhe shumë
çështje tjera janë për të cek, por në mesin e tyre du me përcjellë edhe një mesazh kuranor, kapitullin An-Nisa, kapitullin e grave, citati 58, Allahu xhelle xhelali thot: Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allahu ju urdhëron me i çu në vend emanetet që i keni marrë përsipër. Kur komentohet që këtë citat kuranor thonë specialistët e kësaj fushë, komentatorët, se çdo kush i cili ka kontrat, paguhet me pare për punën që e bën, e ka obligim me kry me ndërgjegje. Për ndryshe, si ka parët halal, se ka rrugën halal. Pra, nuk është me shku që mi bot 8 orë punë. Nuk është me shku mi bot 8 orë ose 9 sa e ke bot i kontratën. Çdo kush, shiqeni vëllezër, ku na çon Islami, ku na çon ligji i Zotit, ku na çon porositë e Zotit. Këto ajete vëllezër nuk kanë ardhur në 2026. Këto kanë ardhur që 1500 vjet parapërsisht. Llogariti bota kur ka jetuar në errësirë, Islami, fjalët e Zotit i kanë ndriçuar njerëz. Po na mas shumë ti kemi nevojë në çit kohë. Sepse në këtë kohë, edhe pse kamerat po janë, pra po ankohen menaxherët apo? Edhe pse kamerat janë, pra po ankohen. Si po del menaxheri, punëtori po vje po flan, ose po undet. E thash, si ta kuptojnë mirë që ta jetë, hiç mos e nxit kamerën mo. Hiç mos e nxit kamerën. Veç i kallzon që tani ti e di ai të marr rrugën halal ai. Ai të ja dhon hakin ai. Vëllezër, që është disiplina hyjnore. Që na shpesh e kemi thonë dhe themi, mos u lëll për neve me ngjit kamera se bish shpenzon parë edhe lodhesh. Se kjo është porosia e Allahut xhela xhela. Allahu po na porosit, Allahu ju urdhëron me i çu në vend emanetit që i keni marrë. Prej emaneteve është, pra emanet është kur ta jep dikush një sen me çu dikujt. Kjo është një lloj emanetit. Prej emanetit është punën që ti ke bë kontrat me kry me ndërgjegje. Mos mi hin hak zotënijës, menaxherit, përgjegjësit firmës, ose në shtëpi, ke hi për shembull me ku ta dijon me ly, me kry diçka, edhe ai personi ti ka dhënë çelësat e shtëpisë. Aty ka para, aty ka arja, aty ka aty. Emanet është mja kthy çështë që ta ka dhënë. Pra vëllezër, kjo ka me lënë gjurmë. Edhe na kemi, falë Allahut, unë me qef kisha me tregu shumë shembuj, ka kësi që ka ditë me dhënë shembull edhe në këtë kohë. Për përmbylli, e kam një rast një ish xhamatli tonin shqiptar në Evropë, tregon, thot, qysh për tregojnë që të rast një evropian në Zvicër, ma kalon, thot, villën, me himen regjë diçka, nështë edhe më ka dash më provoku, ku më gjetë parën, filën venin, po, thot, kur ja kum kthy çelësat, ja kum kry punën, pastaj, thot, më ka dëm shpërbly, se ka menu që në tash, do të mjena me pasuninë e ti. E ka pa që është besnik. Prandaj, thot, mi ka dhënë thot çelësat e fabrikës, unë e kum çel gjithmonë. Pra të ndershëm vëllezër, rujtja e emanetit është pozitë e Zotit, rujtja e emanetit është pozitë të njerëz. Allahu na mundsoft me çu emanetet në vend dhe me rrugësën Zotit shpërblet për vëmendjen, alhamdulillah.